në situata të tilla, kur nuk ka gjurëm, edhe që të thuash është i zhdukur, në fakt ai i zhdukur mund të konsiderohet, madje edhe ligjërisht mund të konsiderohet i zhdukur, sepse derisa ka një kohë kaq të gjatë dhe që s'ka asnjë lloj shenje jete diku të tilla, se që të ketë qoftë edhe prova indirekte që ky njeri ende është i gjallë, ekziston, por është diku në një vend tjetër, ndodhet në një situatë tjetër e tjera me radhë, derisa nuk ke të tillë, atëre nga pikpamja juridike ai konsiderohet i zhdukur. Por kur në kurrës nuk mund të thuash që është i vdekur, sepse i vdekur mund të thuash vetëm kur gjendet trupi i tij, kur gjendet pra kufoma. Kështu që në këtë aspekt çështja është prapë e hapur. Dhe kur them që është e hapur në çdo lloj pikpamje, madje ndaj tij janë ngritur dhe akuza e tjera, dhe derisa ai me një vendim gjyqësor të formës prerë nuk konsiderohet as i zhdukur dhe as i vdekur, ai do të vazhdojë të ndiqet penalisht.